Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Shumë njerëz mendojnë se zgjimi gjatë natës për të urinuar është thjesht pjesë normale e plakjes ose se problemi lidhet vetëm me fshiksen. Megjithatë, në shumë raste, arsyeja mund të jetë krejt tjetër. Zgjimi një herë gjatë natës, sidomos me kalimin e moshës, mund të jetë normal për disa persona. Por nëse zgjoheni 2, 3 ose edhe më shumë herë pothuajse çdo natë, nuk duhet ta konsideroni diçka që thjesht duhet ta pranoni. Ky problem quhet nokturia dhe mund të ndikojë jo vetëm në cilësinë e gjumit, por edhe në energjinë, përqendrimin dhe shëndetin tuaj gjatë ditës. Në këtë video do të shohim 7 arsyet më të zakonshme pse mund të zgjoheni natën për të urinuar dhe kur kjo mund të jetë shenjë e një problemi që kërkon vlerësim nga mjeku. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbesni asnjë video që ju bën të kuptoni më mirë shëndetin tuaj. Nuk është gjithmonë problemi i fshiksës. Kur dikush zgjohet shpesh natën për të urinuar, shumica mendojnë menjëherë se fshiksa nuk po funksionon si duhet. Por në realitet, problemi mund të mos jetë fare tek fshiksa. Ndonjëherë organizmi prodhon më shumë urinë gjatë natës se sa normalisht. Në raste të tjera, një sëmundje tjetër bën që trupi të mos mbajë lëngjet në mënyrën e duhur. Prandaj, trajtimi varet gjithmonë nga shkaku dhe jo vetëm nga simptoma. Pini shumë lëngje në mbrëmje. Ky është një nga shkaqet më të zakonshme dhe më të thjeshta. Nëse konsumoni shumë ujë, çaj, pije me gaz ose alkool disa orë para gjumit, është normale që organizmi të prodhojë më shumë urinë gjatë natës. Edhe pijet me kafeinë, si kafeja ose disa lloje çaji, mund të stimulojnë prodhimin e urinës dhe të irritojnë fshiksën tek disa persona. Nëse ky është shkaku, kufizimi i lëngjeve në orët e vona të mbrëmjes shpesh mund të ndihmojë. Ndërgimi i lëngjeve nga këmbët gjatë gjumit. Kjo është një nga arsyet që shumë njerëz nuk e dinë. Tek disa persona, sidomos ata që qëndrojnë shumë në këmbë gjatë ditës, një pjesë e lëngjeve grumbullohet në pjesën e poshtme të trupit. Kur shtriheni për të fjetur, këto lëngje rikthehen në qarkullimin e gjakut. Veshkat i filtrojnë dhe prodhojnë më shumë urinë duke bërë që të zgjoheni gjatë natës. Në këtë rast, ngritja e këmbëve për pak kohë gjatë mbrëmjes ose përdorimi i çorapeve kompresive, kur rekomandohen nga mjeku, mund të ndihmojnë. Diabete. Nëse niveli i sheqerit në gjak është i lartë, organizmi përpiqet të largojë një pjesë të glukozës përmes urinës. Për këtë arsye, personat me diabet të pakontrolluar shpesh urinojnë më shpesh, si gjatë ditës ashtu edhe gjatë natës. Nëse zgjimi për të urinuar shoqërohet me etje të mëdha, gojë të thatë, humbje peshe ose lodhje të vazhdueshme, është e rëndësishme të kontrolloni nivelin e sheqerit në gjak. Problemet me prostatën. Tek meshkujt, zmadhimi i prostatës është një nga shkaqet më të zakonshme të urinimit të shpesh gjatë natës. Kur prostata zmadhohet, ajo mund të ushtrojë presion mbi uretrën dhe ta bëjë më të vështirë zbrazjen e plotë të fshiksës. Si rezultat, mund të ndjeni nevojën për të urinuar përsëri edhe pak kohë më vonë. Shenja të tjera janë rrjedhja e dobët e urinës, vështirësia për të filluar urinimin ose ndjesia sikur fshiksa nuk zbrazet plotësisht. Fshikësa hiperaktive. Tek disa njerëz muskuli i fshiksës kurret më shpesh se sa duhet. Kjo shkakton një nevojë të menjëhershme për të urinuar edhe kur në fshikës nuk ka shumë urinë. Kjo gjendje mund të ndodhë si ditën ashtu edhe natën dhe shpesh shoqërohet me urgjencë për të arritur në tualet. Apnea e gjumit. Një shkak më pak i njohur është apnea obstruktive e gjumit. Tek personat me këtë problem, frymarrja ndërpritet për pak sekonda shumë herë gjatë natës. Si pasojë, organizmi prodhon më shumë nga një hormon që rrit prodhimin e urinës. Shumë njerëz mendojnë se zgjohen sepse kanë nevojë të urinojnë, kur në fakt fillimisht të zgjohen për shkak të apneas dhe më pas vërejnë se fshiksa është plot. Nëse gërhisni fort, të ndiheni shumë të lodhur gjatë ditës ose partneri juaj vëren ndërprerje të frymarrjes gjatë gjumit, ja vlen të konsultoheni me një specialist. Disa ilaçe mund të jenë shkaku. Disa medikamente, sidomos diuretik që përdoren për tensionin e lartë ose për problemet e zemrës, rrisin prodhimin e urinës. Nëse merret vonë gjatë ditës, mund të rrisin mundësinë që të zgjoheni natën. Mos e ndërpresni kurrë ilaçin pa u konsultuar me mjekun. Ndonjëherë mjafton ndryshimi i orarit të marrjes së tij. Kur duhet të shkoni tek mjeku? Duhet të konsultoni me mjekun nëse zgjoheni vazhdimisht 2 ose më shumë herë gjatë natës për të urinuar. Nëse kjo po ndikon në cilësinë e gjumit ose nëse urinimi shoqërohet me djegje, gjak në urinë, temperaturë, humbje peshe, etje të madhe ose dhimbje. Në këtë rast mund të nevojiten analiza gjaku, analiza urine ose ekzaminime të tjera për të gjetur shkakun.
Çfarë mund të bëni në shtëpi? Për shumë njerëz, disa ndryshime të thjeshta mund të ndihmojnë. Kufizoni konsumimin e lëngjeve 2 deri në 3 orë para gjumit, shmangni kafein ose alkoolin në mbrëmje, zbrasni fshiksen para se të fleni dhe përpiquni të mpani nën kontroll sëmundjet kronike si diabeti ose tensioni i lartë. Zgjimi gjatë natës për të urinuar nuk do të thotë se problemi është tek fshiksa. Shkaku mund të jetë mënyra si pini lëngjet, diabeti, prostata, apnea e gjumit, disa ilaçe ose gjendje të tjera që kërkojnë trajtim. Nëse kjo ndodh vetëm her pas here, zakonisht nuk është arsye për shqetësim. Por nëse bëhet një problem i vazhdueshëm dhe po ju prish gjumin, mos e injoroni. Një kontroll i thjeshtë mund të zbulojë shkakun dhe në shumë raste problemi mund të trajtohet me sukses. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.